je person tha I shpallur I padëshirueshëm në territorin grek. I thashun për çfarë? Për ato që ke bërë tha. Për ato që ke bërë tha dhe besoj ti e ditha që ne I dim tha se çka ke bërë. U mundova ta lexoj atë formularin që jepën tilla raste, s'është një shkresë. Thash se thjesht formale, për të kuptuar që çfarë vendimi ishte dhe ku e kishin bazuar. Kërkova detaje, nuk më dhan asnjë informacion. Në fakt është një rregull që nuk është ata të japin informacion. Atë mund ta marrësh vetëm se çon çështën në gjykat dhe vetëm në gjykat mund të marrësh të dhëna me detaje. Që nuk e çon dot kurrë. Pse? Po sepse është vendim administrativ. Duhet ndjekësh të gjithë. Unë jam përpjekur ta çoj çështën time. Unë tashmë jam, po themi në 2026 në vitin e 14. Praktikisht. Jam përpjekur ta çoj çështën në gjykat që vitin e parë apo dytë. Kam kontaktuar, jam takuar edhe me një avokat. Problemi është që nuk të lën të kalosh të gjitha shkallët e gjyqësorit në Greqi, pra shkallët përkatëse që ti ta çosh pasaj çështjen në gjykatën e Strasburgut. Qartë. Nëse sepse ata e dinë shumë mirë që nëse çon një çështje të tillë në Strasburg ata e humbin. Po. Dhe ty nuk të lën të kalosh të shkallë fare, të pengohet, të nxiren element të tjerë, vonesash, dhe ti nuk futesh fare në procedurë për t'i kaluar të shkallë. Ka një mënyrë për ta tejkaluar këtë? Asnjë mënyrë juridike? Me të gjitha kontaktet që kam patur unë, jo, duhet kalosh shkallët gjyqësorit në vendin përkatës që ka marrë vendimin ndaj teje dhe më pas ta çosh në gjykatën e Strasburgut. Po kur hedh shtetin nga shteti jot, pra brenda Shqipërisë, mund të bësh ti një padi si qytetar shqiptar Greqisë? Sigurisht nuk e bën dot aq thjesht pa patur një përkrahje pak më të madhe se sa politike. Pa diskutim. Këtë duhet ta bëj shteti shqiptar. Në një rastin konkret unë thjesht I kërkova që ore ka një procedim, se mund të kishte një procedim, nuk e di. Unë zit kem patur, domethënë asnjë lloj problemi në Greqi, kam lëvizur gjithandaj po thuaj. Edhe kur jam qenë si migrant, po edhe më mbrapa dhe si gazetar, kam qenë dhe I kujdesshëm kur lëvizja, sepse duke patur parasysh se çfarë ndodhte, mos gjatë kohës që ishte agimi i art në kulmin e vet, duke ditur që brenda radhës të agimit të art kishte shumë shtetas të Republikës së Shqipërisë, të cilët për 1000 arsye ishin bërë antarë dhe ishin vërtet shumë agresiv, bërthama e tyre dhe celula e tyre ishte shumë aktive, unë dhe për shkak se vazhdimisht ndiqja zgjidhjet në zonën e Himarës dhe ishte shumë ekspozuar ndaj tyre dhe I njihja me detaje, madje kam publikuar pamje video kur paraqitej ditën e zgjedhjeve, se mos kur vinte babi Skarathano, që ishte një simboli e tyre dhe ai mbante një grup mrapa shoqëruesish, thotë duke sigurisht sherifi I Himarës dhe zhdukeshin autoritetet shqiptare, dhe ai vinte gjithmonë në situata të agravuara, ose nëse situata që e qet, ai vinte për të agravuar situatën. Dhe veprimi tjetër mbas tyre ishte menjëherë dilten deklaratë Ministria e Jashtme greke. Megjithatë në rastin konkret u kërkova që për të kuptuar, mos ka gjikundi ndonjë procedim, se çfarë s'bën vaki. Dhe më tha, jo, nuk ka asnjë gjë të tillë, merre këtë tha, kur kam dalë më mend sepse binte edhe shi, ishte shi I fortë dhe qëndrova në momentin në stret, duke llogaritur atë distancën derisa të shkoja tek makina, kur më kërkoi, tha qëroj një herë, tha dhe zhdukota nga toka greke. Me qeshu, ktheva një mbrapa, thash, shiko se nuk e marr dot, edhe po të dua unë nuk e marr dot në tokën greke ta kthej. Ti e kthesh njësoj tani? Thash unë jam I familiarizuar sepse këto pra kur dikush kushdo qoftë, në vestën e policit, dreqit apo shejtanit, se po flas kështu tani se kam revolt, të thotë qëro, ti nuk I thua dot të njëjtën gjë? Po them pra unë nuk ta marr dot Greqisë thash, po ka një problem aty, se ti je në territorin aty, duke ditur se si veprojnë ata. Pra, pavarësisht asaj aureolos që ka Greqia si një vend me një histori të lashtë, me demokraci të lashtë, kjo Greqi që kemi ne aty, edhe pse është antare e Bashkimit Evropian, ata thjesht janë disa ballkanos për mua, që sidomos kjo administratë tani, që kanë pasaportë europiane, por mënyra se si ata sillen është jo thjesht arrogante, por është dhe inaçore dhe për më tepër është armiqësore. Duke bërë të qartë që unë jam gazetar, kam bashkëpunuar me mediat greke. Ti cilës arsye ja vë vetë që e ke vetë të diagnostikuar e bën për këtë? Shiko, me sa I pyeta dhe përgjigjja që më dhanë është që ky vendim ishte marrë në pranverën e vitit kaluar. Në pranverën e vitit e 2024-s. Ka qenë fushata për zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Dhe në Greqi, Partia Demokracia e Re kandidoi si kandidat të saj, dhe tashmë e ka eurodeputet, Fredi Belerin. Fredi Beleri ndodhi në atë kohë në Burg në Shqipëri, dhe unë kisha 2 procese në gjykatën penale në Tiranë,
të kallëzuara nga Fredi Beleri dhe nga mbrojtësit e tij për pikërisht për këtë gjë që për qëndrimin tim publik, për materialet që kishan nxjerrë, sidomos për masakrën e Peshkëpisë të vitit 1994, ku ne vazhdojmë të kemi 2 dëshmorë të dheut, 2 dëshmorë dhe heronjë kemi kthyer edhe më mbrapa, por I kemi pa autor. Dhe për më tepër është një çështje që në vitin 2018 ose më mirë dim autorët, po nuk I fusin procedurë për të gjykuar. Jo, vetëm nuk I po edhe kur I futën Gembecit, I cili mlodhi emisionet tona, shkrimet tona, të Marinit, gjitha, dhe hartoi një dosje, e bëri gati dhe çoi, aty ju ndërprej karriera dhe më pas prokurori Spaku që mori çështjen e pushoi. Pra ne praktikisht kemi ngjarjen që ka dhunuar hapësirën territoriale të Republikës së Shqipërisë, pra është ngjarje më e rëndë që nga vitet 60. Një sulm ndaj tërësisë territoriale. Na morën pe një repartër, 130 rekrut, vran komandantin e repartit, vran ushtari vendroi ishte kishte automatik pas kishte fshek. Dhe ata hynë të armatosur dhe janë të identifikuar se identifikoi pala greke. Dhe unë, sidomos gjatë vitit kaluar dhe gjatë vitit 2023, kam përdorur kryesisht të dhëna dhe dokumente që kisha marrë nga Greqia. Për sa kohë që Beleri ishte vetëm në Shqipëri, pra ishte personazh për të gjitha palët në Greqi, I dashur dhe I unifikuar. Kur ai u përfshit direkt në fushatën politike, menjëherë media të opozitës atje e bën target dhe ato kërkonin informacion. Dhe unë kam dhënë intervista, kam dhënë materiale, sigurisht mbi ato që kishin. Mbi ato që kishte thonë Shqipëri gjatë. Dhe një nga ato element shtesë ishte fakti që disa kriminal shqiptar, por kriminal të nivelit lartë, të cilët po ashtu kishin vrarë dëshmorë të dheut në Shqipëri, ndodheshin të arrestuar në burgjet greke dhe janë liruar drejt për drejt në gjykatën e lartë të Greqisë me dokumentacion të cilin e kishte hartuar zyra e Omones dhe sa ti shëshnuar me emër dhe direkt Fredi Beleri, dhe në rastin konkret është personi që porositi vrasjen e dëshmorit të dheu Artan Cuku, I cili u lirua sepse me pretendimin se ishte shtetas homogjen grek dhe gjatë vitit 97 kishte ndihmuar dhe kishte mbrojtur kishat ortodokse shqiptare në zonën e Mizeqes që do t'i digjnin shqiptar, gjë s'ka ndodhur asnjëherë. Por kjo shërbeu që ai të dilte. Dhe pastaj fati, në thonjza ishte që ai mbasi doli u bëri vrasje në Greqi dhe kjo I dha pastaj dhe një dorë shtypit grek, ta bënte edhe mediat greke ta bënte identifikimin. Të gjitha këto qendrime, duke patur parasysh thash dhe qendrime publike dhe dokumentacionin e nxjerr në vimësi për plasjet. U kisha patur më përpara disa tentativa nga zoti Beleri për një lloj, si të them, marrëveshje që ta mbyllim këtë histori, mos kemi nevojë na mbështesësh, por mos u merr me ne, ke plot gjëra të tjera për të marrë. Pra, dhe duke parë mënyrën se si ai po penetronte në media, po I kuroi imazhin, po I bën një PR. Ndërkohë, ai kishte qenë, pra ai është njëri I dënuar në Shqipëri dhe është dënuar për dhunim të simboleve kombëtare.